Kam sjell recetën origjinale të të spishtës, sikur që e kanë përgatitur më parë gjyshët tona, e shishme, e shkrep, e fortë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e të spishtës, padyshim është një ëmbëlsirë e cila përgatitet zakonisht për festat ndryshme, sidomos për festën e Bajramit. Në një tigan shtojna 250 gram me margarinë apo gjallë, varet se si doni. Mund ta përgatisni edhe me vaj, mirë po nuk do e ketë atë shihen e duhur. Tash dhezin zjarrin dhe në temperaturë mesatare shkëshkrim margarinin. Margarini pothuajse shkrihet. Tash ja shtojna një gotë 250 ml me vaj. Dhe ja shtoj 500 ml me qumësht. Dhe mosën e lëng në zjarr në temperaturë mesatare derisa të vlojë. Mosa ka fillu që të vlojë, tash ja shtonja një lugë mesme, jo të mbushur plot me soda bikarbona. Dhe e përzim kështu mosën, që të përhapet soda bikarbona, pikim zjarrin, dhe kështu në zjarr të pikur fillojnë që ta shtojnë millin. Mill do na duhen për këto mosa dikun 600-650 gram. Mirë po do e shtoni pjesërisht, sepse për të spishtën nuk nevojitet një brum i fortë, duhet që t'jetë një brum i butë. Shtoj mill e përzim, me rëndësishmja është që mos ngele milli topka. Vërtet është një ëmbëlsirë e vjetër tradicionale, shishme, thjesht me përgatitje, mund ta përgatisnin edhe fillestarët në kuzhinë. Shtojmë, përzim, derisa ta fitojnë trashësinë e dëshiruar. Kam shtu millin, gjithsej kam shtu dikon rreth 600 gram, sepse asnjëherë nuk dihet fikse për shkak të markës së millit, mirë po e rëndësishme është që t'jetë brumi i butë, që mos t'jetë i fortë. Unë jam duke demonstruar mënyrën tradicionale të përgatitjes. Në ditët e sotshme përgatitet mënyra të ndryshme, është deformuar receta, kjo është mënyra origjinale. Pra në këtë mënyrë kanë përgatitur më parë gjyshët tona dhe kanë përgatitur me hi, apo me finj, me ujin e hirit. Tash e dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e fërgoj mosën dikon për 10 minuta, duke e përzier vazhdimisht. Shumë e rëndësishme është përzierja. Kam fërguar brumin dikon rreth 10 minuta, tash brumi është gati që të largohet nga zjarri. Kam larguar nga zjarri mosën, tash kështu pak me lugë e hapi në përrejnë dhe e lën që të ftohet dikon për 15 minuta. Mosa është ftohur, mjaftueshëm, tash ja shtojna vezët, gjithsej do ja shtoj 2 vezë plota dhe do ja shtoj arrat e bluara. Arrat bluara mund t'i shtoni sipas dëshirës, unë do ja shtoj dikon rreth 150 gram, të cilat i kam bluar në blender, siç e shihni nuk janë të bluara shumë emët, janë sikur të coptuar. Tash vetëm se mosën e përzih mirë. Fillim do e përzih kështu me lugë, më pas do e punoj me dorë. Kam punuar mirë, tash mosën përsëri filloj që ta punoj me dorë. Më mirë do bëhet përzierja. Shumë e rëndësishme, siç e kam thënë, bëhet përzierja dhe brumi t'jetë i butë, mos t'jetë i fortë. Kam përzier mirë brumin e të spishtës, tash e kaloj në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj, tepsia është me numër 14.
tash filloj që masën të rrafshoj për tepsije, vetëm se munduhem që t'ja jap trashësinë e njëjtë nga gjitha anët e tepsijës. Kjo është shumë e rëndësishme. Kështu me dorë apo me lugë, mirë po me dorë do e keni më lehtë të veproni. Sa me lëmuar qeq më mirë do del. Kam shtrirë brumit për tepsija dhe jam mundu që t'ja jap një trasi të njëjtë nga gjitha anët dhe t'ja jap një sipërfaqe të lëmuar. Tash do bëj prerjen, unë do e prej në formë të baklavës. Kjo është mënyra tradicionale e prerjes së tespishtes, mirë po ju mund ta prejni në mënyra të ndryshme. Në fillim e prej në 2 pjesë barabarta, tash secilën pjesë përsëri në 2, do me thënë në 4 pjesë të barabarta, në 8 pjesë, dhe më pas do e japim formën e dilimave. Tash e prejmë në dilimat të baklavës. Mund t'i prejni më të mëdhaja, më të vogla, më varet nga dëshira, mirë po unë do i prej kështu më të mëdhaja, duket për tespishte. Në fillim prejmë një pjesë, një të tetër, në 3 pjesë, nga njëra anë përsëri e kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër e prejmë në 3 pjesë, mirë po asnjë prerje nuk e prejmë deri në fund, që mos të coptohen më pas kur t'i largojmë nga tepsinja, kështu duket të duket. Tek prerja e dytë bazohemi tek prerja e parë, do e kemi më lehtë dhe prerjen e pjesëve tjera, kështu duke e bazuar në pjesën tjetër. Dhe në këtë mënyrë bëjmë prerjen e gjithë tespishtes. Kam bërë prerjen e gjithë tespishtes, tash sipër marr një piron kështu me 2 prerje apo me thikë e dekoroni secilën pjesë. Unë kështu mbas pirunit dhe dekoroj. Përtej do merr një pamje shumë të bukur. Siç e theka ju mund të veproni edhe me thikë nëse nuk keni një piron të tillë. Kështu vazhdojmë tutje me secilën pjesë të tespishtes. Kam dekoruar secilën pjesë të tespishtes, tash është gati për pjekje. Kam nxjerr furrën në 180 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki për 1 orë, 1 orë e 10 minuta, varësisht se sa ka nevojë, derisa t'i formohet një lloj shkume sipër, deri në atë masë do bëni pjekjen. Tespishten e kam larguar nga furra, e kam pjekur për 1 orë në atë temperaturë, derisa të formohet kështu fluska e mirë, e mani në zjarr. Shumë e rëndësishme është pjekja e mirë e tespishtes, sepse kur të pjekët mirë atëherë do bëhet e shkret, nëse nuk pjekët mirë atëherë do qulloset. Tash e lojna që të ftohet plotësisht dhe më pas përgatisim shërbetin. Pasi tespishtja është ftohur plotësisht, përgatisim shërbetin. Për shërbetin na nevojiten 500 ml me ujë, 900 gram me sheqer, një vanilë sheqeri për aromë, dhe pse vanilla sheqeri nuk ka ekzistuar në recetën tradicionale, unë do ja hedhi sepse do ja jap një shije më të mirë dhe 2 feta limoni. Tash edhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin derisa të vlojë, duke e përzier vazhdimisht. Shërbeti ka filluar që të vlojë, tash ulim temperaturën me stoltës dhe të mesmes dhe shërbetin e zim për 15 minuta duke e përzier her pas here.
Shërbeti është zier mjaftueshëm, tash është gati ta largojmë nga zjarri. Tash ja hedhim te spishtës shërbetin. Shërbeti kam lënë që të ftohet 5 minuta, është i nxehtë, kurse te spishtja është plotësisht e ftohtë. Ja hedhim kështu, mbuluhem. Ja hedhim kështu, munduhem çdo pjesë të spishtës ta mbuloj me shërbet. Te spishtës ja kam hedh shërbetin, tash e lëm kështu që ta merr shërbetin, e lëm të zbuluar dikon për 1 orë gjithsa të ftohet, më pas ja vendosi një tepsi dhe e lëm që ta merr shërbetin më së paku për 7-8 orë. Nëse qëndron për 1 natë, më e mirë do jetë për konsumim. Dhe te spishtja është gati për konsumim, e kam lënë të qëndroj për gjithë natën kështu të mbuluar me tepsi. Pra ka një aromë shumë të mirë, besoj dhe shija nuk do i mungoj, si që vëreni është një të spishte e fort, e shkret, vërehet është e shkret, ja pra nuk shprishen pjesë shumë letë, unë nuk mund të largoj asnjë pjesë që të demonstroj, pasi që e kam përdurat. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë të spishte tradicionale për festën e Bajramit, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës, urime feste e Bajramit.